I vëllai vdiq në aksidentin fatal në Pejë, reagon për herë të parë Gjesti. Me zemër të thyer, Gjesti ka reaguar për herë të parë pasi vëllai i tij, Eldion Kelmenti, ndoroi jetë në një aksident tragjik ditën e djeshme në Pejë. Në një postim në Instagramin e këngëtarit, ekipi i tij shkruan se varrimi do të mbahet ditën e sotme në orën 17 në varrezat e fshatit Pavlan. Me zemër të thyer, ju njoftojmë se sot, me 27 shtator, në orën 17 do të mbahet ceremonia e varrimit të Eldion Kelmentit në varrezat e fshatit Pavlan Pejë. Jemi pranë familjes në këtë moment të rënd dhe ju ftojmë ta kujtojmë me respekt e lutje, shkruhet në postim. Reperi Gjesti humbi ditën e djeshme në një aksident të rënd vëllain e tij në fshatin Qungur të Pejës. Aksidenti ndodhi rreth orës 14 kur një makinë u përplas me një motor me 4 rrota, duke lënë të vdekur vëllain e tij, ndërsa një tjetër mbeti i lënduar rënd. I tronditur nga lajmi i rënd, Gjesti shkoi ditën e djeshme menjëherë në vendin e ngjarjes ku emocionet e forta kanë shpërthyer në mënyrën më të dhimbshme. Pamjet e shpërndara nga vendi i ngjarjes kanë tronditur publikun, ku shihet Gjesti i ulur në tokë, i shokuar dhe i mbytur në lot, duke thirrur me dënesë: "O vëllai jem, bre." Ndërkohë, njerëzit përreth përpiqeshin ta qetësonin dhe ta ndihmonin të ngrihej në këmbë. Në rrjetet sociale, ndjekësit dhe figura publike kanë shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet e tyre, duke i qëndruar pranë në këtë moment tragjik ku Gjesti përjetoi dhimbjen më të madhe të jetës.